Do të vjojmë me informacionet të cilat lidhen me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili kërkon një dëmshpërblim $1 miliard nga Universiteti Harvardit në konfliktin e vazhdueshëm të administratës së tij me institucionin arsimor. Lajmi vjen pasi New York Times raportoi se administrata Trump u detyrua të tërhiqej nga kërkesa e saj për një pagesë prej $200 milion në negociatat me universitetin. Trump e citoi historinë në një postim në Truth Social, duke fajsuar Harvardin për ushqyerjen me shumë gjëra të pakutimta të New York Times. Zyrtarët e Trump e kanë akuzuar institucionin se nuk ka bërë mjaftueshëm për të luftuar antisemitizmin gjatë protestave pro-palestineze. Harvard e ka hedhur poshtë akuzën dhe Harvard ka qenë një objektiv qendror në fushatën e shtëpisë së bardhë për të zhdukur ato që i quajnë ideologji të zgjuara, woke, dhe të majta radikale në kampuset amerikane. Në prill të vitit kaluar, Trump revokoi rreth $2 miliard grante kërkimore për Harvard dhe ngriu fondet federale. Universiteti e paditi administratën Trump për këtë veprim, duke thënë se asnjë qeveri nuk duhet të diktojë se çfarë mund të mësojnë universitetet private, ku mund të pranojnë dhe të punësojnë dhe cilat fusha studimi dhe hetimi mund të ndjekin. Një gjykatë federale amerikane më vonë rrëzoi shkurtimet e fondeve për miliarda dollarësh, duke vendosur se qeveria kishte shkelur të drejtat e lirisë së fjalës së universitetit. Shtëpia e Bardhë zotua se do ta kundërshtonte menjëherë vendimin skandaloz, duke thënë se Harvardi mbetet i papërshtatshëm për grante në të ardhmen. Një imam nga Kosova është dënuar me burg në Zvicër, i akuzuar për mashtrim me pasojë vjedhjen e shtetit dhe mospagim të taksave. 57 vjeçari sipërmarrës pasurisht të paluajtshme mashtronte bankat me bilance të falsifikuara. Binte në sy jeta e luksit të familjes së klerikut musliman dhe një flotë me 120 automjete në pronësi të tij. Me 3 vite e gjysmë më burg është dënuar një imam 57 vjeçar nga Kosova që jetonte në Zvicër. Gjykata e ka dënuar atë për mashtrim të shtetit zvicerian, pasuri të padeklaruara dhe mos pagim të taksave. Hetimet e policisë nisën me kontrollet në vilën e tij luksoze në afërsitë Zyriut, për të cilën imami paguante qëra marramendse prej 24.000 frangash në muaj. Gjatë operacionit hetuesit konfiskuan dokumenta dhe pajisje elektronike, po ashtu u zbulua një sistem kompleks i firmave fiktive që shërbenin si mbulesë për pasuritë e paligjshme. Sipas prokurorisë, imami luante rolin një sipërmarrësit pasurive të patundshme, duke mashtruar bankat dhe shtetin zvicerian me bilance të falsifikuara, por edhe duke përfituar mbi gjysmë milioni franga nga kreditë emergjente të Covid-19, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 1.5 milion frangash zviceriane. Ajo që ka lënë pa fjalë opinionin publik është luksi i shfrenuar që familja shfaqte me paratë e vjedhura. Ndonse para zyrtarëve të shtetit imami deklaronte se ishte i varfër, familja kishte në pronësi një flotë prej 120 automjetesh. Mes tyre bie në sy vetura të tipit Porsche Panamera, disa modele Mercedes dhe një Hummer. Hetimet kanë zbuluar se rreth 100.000 franga janë shpenzuar nga imami vetëm për blerjen e 3 targave me numrat veçantë, të cilat në Zvicër shiten në ankand si simbole prestigji. Gjatë procesit, imami kërkoi falje duke u arsyetuar se si prijes fetar nuk dëshironte të figuronte publikisht si pronar biznesesh, dhe ai kishte detyruar anëtarët e familjes të fshihnin pasuritë e tij. Pjesa tjetër e familjes u konsiderua e pafajshme nga gjykata me arsyetimin se ata kishin firmosur nëntrysnin e kryefamiljarit. NASA ka shtyr nisje në hënë të misionit Artemis 2, një defekt i konstatuar gjatë një prove në raket do të vënojë dërgimin e misionit të parë në hënë pas mbi 5 dekadash. Duket se në boosterin që dërgon modulin në hapësirë ka pasur një rrjedhje hidrogjeni. Agjencia hapësinore tha se misioni mund të vënohet së paku deri në Mars, kur të jenë të gjitha garancitë e nevojshme për jetën e 4 astronautëve. Momenti shumë pritur është shtyrë sërish. Misioni Artemis 2 i pari që do të çojë njerëz në një udhëtim rreth hënës pas shumë dekadash, nuk do të mbahet më herët se muaji Mars. NASA tha se arsyeja për vonesën janë problemet që u vënë re gjatë një prove kritike të raketës së saj gjigante. Prova gjenerale në ujë e mbajtur në Florida zbuloi rrjedhje hidrogjeni në bazën e raketës së sistemit të nisjes hapësinore. NASA u detyrua ta përfundonte testin pak pas mesnatës sipas kohës lokale, me rreth 5 minuta e 15 sekonda të mbetura në numrimin mbrapsht të stimuluar të nisjes. Misioni u shtyi me qëllim rishikimin e të dhënave deri në një tjetër provë gjenerale dhe muaji Mars është mundësia më e hershme e nisjes. Agjencia hapësinore ka thënë se ka mundësi nisje të disponueshme nga 6 marsi deri më 9 mars dhe më 11 mars, me data shtesë në muajin prill nëse është e nevojshme. Prova që zgjati disa orë përfshinte mbushjen e raketës së sistemit të lëshimit hapësinor me karburant dhe simulimin e çdo hapi të numrimit mbrapsht të lëshimit, siç do të ndodhë edhe në ditën aktuale. Gjatë procesit të furnizimit me karburant, menaxherët e misionit ndaluan 2 herë procedurat për të shqyrtuar rrjedhjen e karburantit të hidrogjenit në fundin e pasëm të raketës. 4 astronautët që ishin gati të fluturonin në Artemis 2, astronautët e NASA Reid Wiseman, Christina Koch dhe Victor Glover,
dhe astronauti kanadez Jeremy Hansen ishin gati të mbrinin në qendrën hapësinore Kennedy të martën pasdite. Ata kishin qenë në karantinë në Houston që nga 21 janari për të mbrojtur nga ekspozimi ndaj mikrobeve. Por NASA tha se astronautët tani do të dalin nga karantina dhe nuk do të udhëtojnë për në Florida siç ishte planifikuar. Ekuipazhi do të hyjë përsëri në karantinë, afërsisht 2 javë para mundësisë së ardhshme për të nisur.